Përshëndetje. Unë jam Edmond Lukaj, mësuesi informatikës shkolla nëntëvjeçare Lushkola Barbullush. Sot do t'ju tregoj se çfarë është blogu dhe se si menaxhohet ai. Çfarë është një blog? Një blog është një website ose një faqe webi personale në të cilën ne mund të postojmë foto, video, materiale tekst dhe mund të diskutojmë, mund të bëjmë pyetje, mund të japim përgjigje pyetjeve që bëjnë të tjerët, mund të diskutojmë rreth një teme të caktuar e me radhë. Si krijohet një blog? Në fillim, duhet të hyjmë në adresën www.blogger.com. Për të krijuar një blog, ju duhet të keni parasysh që duhet të keni patjetër një adresë Gmaili, pra një llogari Gmail. Klikoni Create Your Blog. Dhe më pas do t'ju kërkohet të zgjidhni llogarinë tuaj. Në këtë moment, ne jemi gati për të krijuar një blog të ri. Tek title, ne duhet i vendosim titullin blogut, pra emrin për të cilin është hapur ky blog. Për shembull, mund të vendosim klasa 7 dhe tik. Adresa e blogut. Adresa e blogut është ndër pjesët më të rëndësishme të blogut, sepse me anë të kësaj adrese lexuesit në internet do ta gjejnë blogun tonë. Pra ne duhet të përcaktojmë një adresë nëpërmjet klikimit të së cilës do të hapet blogu jonë. Le të provojmë të krijojmë një adresë dhe të provojmë nëse është ose jo aktive ajo adresë deri në këtë moment. Pra, në qoftë se ne shkruajmë një adresë e cila është hapur një herë, sigurisht që ajo adresë nuk mund të hapet për të dytën herë sepse adresat në internet janë unike. Tani le të provojmë të shkruajmë klasa 7 tik 2020. Të shohim nëse kjo adresë është ose jo e hapur, ose është e gatshme për të hapur kjo adresë. Kjo adresë nuk është e gatshme sepse dikush mund ta ketë hapur këtë adresë. Provojmë një adresë tjetër. 7 tik 2020. Kjo adresë është e vlefshme, pra ne mund të hapim një blog me këtë adresë. Duhet të kemi parasysh në momentin që krijojmë blogun do ta gjejmë me anë të kësaj adrese në internet. Në këtë moment ne gjetëm adresën dhe duhet të zgjedhim se çfarë paraqitje do të ketë blogu jonë. Tu keni disa shembuj, disa forma të blogut. Dhe ne mund të zgjedhim për shembull të parën. Po të klikojmë Create Blog, menjëherë do të krijohet blogu jonë me këtë adresë. Klikojmë Create Blog dhe po të hapim një faqe tjetër, ne do të vëmë re që ky blog është krijuar. Pra ky blog mund të gjendet online. Në këtë moment ne mund të bëjmë postime, mund të bëjmë ndryshime në blog. Si mund të postojmë në këtë blog? Posts, new post,
ne mund të zgjedhim një temë të caktuar, mund të publikojmë një material të caktuar, ose mund të bëjmë një pyetje. Për shembull, historia e kompjuterit. Dhe këtu poshtë ne mund të ta plotësojmë me materiale, me foto, me video, të cilat ne kemi gjetur në internet. Tani po kërkojmë në internet dhe le të provojmë të plotësojmë këtë blog, postimin e parë të këtij blogu. Historia e kompjuterit, dhe ne po marrim pak informacion nga ky website dhe ta postojmë në blogun tonë. Marrim paragrafin e parë dhe hedhim tek postimi. Mund të vendosim edhe foto, për shembull këtë foto. Për këtë foto ne duhet të kemi adresën e kësaj fotoje dhe më njëherë shkojmë tek blogu dhe klikojmë insert image. Klikojmë choose file, klikojmë adresën, vendosim adresën aty. Dhe më njëherë të them re. Klikojmë foton, klikojmë add selected. Dhe fotoja do të postohet këtu. Po të klikojmë publish, do të vëmë re që tek faqja e blogut që ne sapo krijuam, do të shfaqet postimi jon i parë, i cili është historia e kompjuterit dhe në këtë përmbajtje. Po të klikojmë publish dhe të shkojmë tek blogu, ne do të vëmë re që historia e kompjuterit u publikua në faqen tonë. Tani le të shohim se si mund të krijojmë faqe në këtë blog. Shkojmë edhe një herë tek blogu dhe shkojmë tek pages. Ne mund të krijojmë një faqe të re tek pages. Klikojmë new page, për shembull kontakte. Për çdo pyetje na kontaktoni në adresën e email. kabineti.informatik@gmail.com. Po të japim publish, ne sapo kemi krijuar një faqe të re. Po ku do shfaqet kjo faqe? Po të shkojmë tek blogu, po të japim reload, vëmë re që kjo faqe që ne kemi krijuar nuk do të shfaqet këtu. Atëherë, kthehemi edhe një herë tek blogu dhe shkojmë tek layout. Shikojmë se çfarë përmban blogu jonë. Përmban kokën, search, kutinë e kërkimit,
dhe page list bëjmë re që lista e faqeve nuk është aktive, pra ne sa do që të krijojmë faqe, ato nuk do të shfaqen në blog. Le të bëjmë një ndryshim. Klikojmë Home, Kontakte dhe më pas duhet të zgjedhim Show Pages në mënyrë që këto faqe të shfaqen. Klikojmë Save dhe tani mund t'i bëjmë Reload blogut ton dhe vëmë re. Kjo është faqja Home, faqja e parë ku postohen të gjitha postimet, dhe Kontakte është një faqe e veçantë ku ne e lëmë si faqe statike dhe një informacion i cili mund të duhet për vizitorët të mbetet gjithmonë tek faqja Kontakte. Faqja Home gjithmonë do të pasurohet me postime me komente, ndërsa faqja tjetër Kontakte do të ketë vetëm kontakte. Edhe këtu mund të vendosim komente, por mund edhe të heqim komentet, mund të vendosim rregulla për komentet, të cilat do t'i shohim në hapin e dytë. Tani le të shohim se si menaxhohet blogu. Si mund ta menaxhojmë blogun? Kthehemi edhe një herë tek faqja e blogut dhe shkojmë tek Settings. Klikojmë Settings dhe këtu ne mund të kontrollojmë çdo gjë që lidhet me blogun. Ne mund të ndryshojmë titullin, mund të vendosim përshkrimin, mund të ndryshojmë privatësinë e të tjerë. Kalojmë më poshtë. Shikojmë Permissions. Permissions do të thotë leje. Këtu vendosen autorët e blogut ose administratorët e blogut. Këtu mund të shtojmë autorë të tjerë. Për shembull, ne mund ta menaxhojmë një blog edhe me persona të tjerë. Po të klikojmë Add Author, ne këtu mund të shkruajmë adresën e emailit dhe këtu duke shtypur invite author, në këtë adresë emaili që ne shkruajmë, do të shkojë një ftesë për të bërë administrator i këtij blogu. Për shembull, po të klikojmë invite author, në mënyrë automatike do të shkojë një email në adresën time të emailit për të bërë autor i blogut. Përveç kësaj, ne mund të zgjedhim edhe lexuesi. Tek edit, kush mund ta lexojë blogun? Në qoftë se ne kemi të zgjedhur rubrikën pra public, pra opsionin public, ky blog është publik dhe këtu mund të lexojnë të gjithë njerëzit në internet. Private, only blog admins, ky opsion vendos rregulla që ky blog të lexohet vetëm nga administratorët e i blogut, pra të gjithë ata persona që ne i shtojmë këtu, tek Add Authors. Ndërsa tjetri, opsioni i tretë është Private, only these readers. Vetëm këta lexues mund ta lexojnë këtë blog. Ku shtohen lexuesit? Pra, ne mund të vendosim vetëm lexues të këtij blogu, mund të shtojmë vetëm lexues. Pra, lexuesit nuk do të kenë mundësi të bëjnë ndryshime në blog. Ata vetëm mund të lexojnë blogun dhe mund të bëjnë komente. Postimet dhe komentet. Kush mund të bëj postime dhe komente në faqen e blogut? Shkojmë tek Posts and Comments. Këtu ne mund të rregullojmë mënyrën se si do të bëhen postimet në blog. Për shembull, show at most
7 posts. Pra, do thotë që ne do të lejojmë që të postohen vetëm 7 postime në faqe. Të tjera do të shfaqen në faqet e tjera. Post template ne mund të zgjedhim paraqitjen e postimit, ndërsa tek komentet, who can comment, kush mund të komentojë. Në qoftë se ne klikojmë anyone, aty mund të bëhen komente nga persona edhe pa adresë Gmaili. Në qoftë se zgjedhim të dytën, mund të bëhen vetëm nga persona të cilët kanë një llogari Gmaili, pra Google. Ndërsa tjetra është only members of this blog, pra kujtojmë edhe një herë tek members, tek personat të cilët janë pjesë e këtij blogu, vetëm ata mund të bëjnë komente, pra në qoftë se ne zgjedhim këtë opsion. Ne mund të zgjedhim users with Google account. Në këtë mënyrë ne mund të shikojmë se të gjithë personat që komentojnë kanë një adresë Gmaili dhe ne mund t'i kontaktojmë ata. Comment moderation. Tu kemi 3 opsione. Çfarë është comment moderation? Comment moderation është për të bërë moderimin e komenteve. Në qoftë se ne vendosim never, do të thotë që çdo njeri që bën komente, direkt komentet e tij do të postohen në blog. Ndërsa në qoftë se ne zgjellim always, do të thotë që asnjë prej komenteve nuk do të postohet në blog, në qoftë se ne nuk i japim leje që ai koment të postohet. Pra, ky është një rregullator për të kontrolluar komentet. Çfarë është sometimes? Nganjëherë. Ky është një opsion i cili është i ndërmjetëm, pra ndërmjet always dhe never. Ky në mënyrë automatike bën bllokimin e disa komenteve, të cilat mund të jenë për shembull komente pyese që mund të zbulohen direkt nga Google, ose komente të cilat përmbajnë kode, përmbajnë linke e me radhë. Pra këto, në qoftë se ne zgjedhim sometimes, vetëm ato raste ne na kërkohet që të japim konfirmimin e lejimit të komentit ose jo. Në momentin që ne kemi zgjedhur opsionet që dëshirojmë, duhet të klikojmë Save Settings dhe më pas të shikojmë blogun tonë. Në këtë blog ne mund të postojmë një koment, për shembull, histori interesante, dhe mund të klikojmë Enter për të kaluar në rreshtëri dhe Publish për ta postuar këtë koment. Pa vini re, ky është postimi i blogut, ndërsa ky është postimi i komentit. Në replay mund të krijohet një diskutim ndërmjet personave duke komentuar. Ky ishte për sa i përket blogut dhe menaxhimit të tij. Ju falenderoj që më ndoqët me vëmendje. Mirupafshim.